Përshëndetje edhe për juve e për të gjithë shikuesit e televizionit Dugazhini. Ne kemi ardhur aktualisht tek stacioni i policisë që menaxhon komunat veriore këto në Mitrovicën veriore dhe do të realizojmë një intervistë me Erduan Baliqin, që është shef i planifikimit dhe vlerësimit operacional të policisë së Kosovës në veri. E dëgjova qytetarin që Dorentina thot që t'ju referua që gjithçka po shkon për merak, ta shohim nëse gjithçka po shkon për merak edhe në veri. Zoti Baliqi, faleminderit shumë që pranuat të realizosh intervistë me neve. Si ka shkuar procesi deri në këtë orë këtu në 4 komunat veriore? Atëherë, atë që mund të themi se deri më tash nuk është shënuar asnjë incident dhe policia është në të gjitha pikat në qendrat e votimit, pra deri më tash nuk kemi pasur ndonjë incident. Po angazhim të policisë a ka, sepse në intervistën e mëngjesit të drejtorit të policisë së Kosovës tha që fokusi kryesor është në komunat veriore. A ka policë të, le të themi, në numër të shtuar në këtë pjesë? Si ka shkuar puna atyre? A ka qenë organizimi në nivel dhe gjithçka tjetër? Po, do të thotë në secilin qendër të votimit do të thotë ka policë, është prezenca policë 2 apo 3 policë patrullës, po nuk ka diçka më special, po vetëm policë tranit i kemi në përpika. Do thotë njësitë speciale si që janë njësia reagimit shpejt apo edhe njësi që i kanë kampët këtu afër nuk kanë pasur nevojë të hyjnë në funksion për shkak të situatës pra deri në këtë orë. Jo, nuk ka, do thotë nuk ka angazhime të njësive speciale, do thotë vetëm nga policia randit. Lajmërime, si më thonë, për fotografime të votave apo edhe ai grumbullimi i një partie politike që ndodhi në shkollën atje afër sheshit të Mitrovicës së Veriut, a ka pasur ndonjë shqetësim të tillë? Nuk kemi pas, siç e thash edhe më herët, nuk kemi pas ndonjë raportim të tillë të fotografimit të votës apo diçka tjetër, ndërsa në mënyrë të organizuar kemi pas një grup mëngjes që kanë dalë votu, do thotë çdo gjë ka qenë qetë në rregull. Me që gjithçka pas ka shkuar në rregull deri tani me procesin zgjedhor lokal këtu në këtë pjesë, unë dua të pyes diçka për natën e mbrëmshme. Ka qenë një lojë e cila i ka përfshirë të dyja komunitetet, pra loja Serbi-Shqipëri. Nuk e dim nëse ka pasur festime apo dhe incidente të vogla apo të mëdha në pjesën e Mitrovicës së Veriut apo edhe komunave tjera. Si ka shkuar kjo lojë dhe disfata realisht që e patën në fund? Ok, se për këtë lojës na s'mund ta diskutojmë, mirë po se për këtë sigurisë të gjithçka ka qenë në rregull, nuk kemi pas manifestime këtu në pjesën veriore, pra nuk është shënuar asnjë incident, por çdo gjë ka qenë në rregull. Po bashkëpunimi me KQZ-n si ka qenë deri tani? Vazhdimisht kemi qenë në kontakt me anëtarët, domethënë komisionin komunal për KQZ-n, domethënë vazhdimisht kemi qenë në kontakt me ta, planifikimet janë bërë së bashku me ta, do thotë çdo gjë në rregull ka shkuar. Zoti Baliqi, unë falenderoj shumë që gjete hapësirë dhe ndoshta bëre mirë që na ndrove pak veton Elshonin, a? Në rregull, kanë duhet më ndrua. Faleminderit shumë. Atëherë, Erza dhe Meti, kaq kemi nga situata e sigurisë në komunat veriore të Republikës së Kosovës. Gjithçka deri tani ka shkuar në rregull, ndonse ka pasur supozime që mund të ketë incidente të vogla, kundërvajtje apo të ngjashme, por deri tani, deri në këtë orë gjithçka ka shkuar në rregull. Linja tek ju. Dore, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë.